Por tani këto momente unë me një kënaqësi shumë të madhe, unë po sa e postova edhe tek Instagrami, Facebooku edhe Twitteri, se në studion e emisionit Një Kafe me Labin kam kënaqësinë sepse e kam Arifin e Elitës 5. Kam kënaqësinë që jemi bashkë në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Si edhe për mua që gjendem në emisionin tuaj. Sot do ta promovojmë ekskluzivisht kështu këngën më të re dhe videoklipin. Sa ka dalë prej furrës, unë e thau. Sa ka dalë prej furrës, është e vërtet. T'ju them drejtën edhe vete, shumë pak e kemi analizuar se s'kemi pas edhe shumë kohë. Është bën një videoklip pak si shpejt, po besoj se ka dalë mirë. Kryesorja është kënga, edhe videoklipi pak, që të ndëgjohet kënga së më shumë. Para se me ardhë të promovimi me promovu, unë du me bisedu pak sa me ju për shkak që a ka ndonjë këngë që deri më sot nuk e keni publiku edhe nuk ka qenë hit? Po t'ju them të drejtën, vëret në për koncerte, se nuk ka këngë që publiku nuk e di. Edhe ajo na jep një kënaqësi shumë të madhe. E kam cek edhe shumë shpesh, kollaj është për neve kur publiku t'i din këngën, se për shembull vështirë është kur ke një material pret një këngë të jetë hit edhe ta këndosh që ta këndon publiku, te ne është e kundërta prej parës deri në fund, publiku na përkrah i këndon dhe edhe për mua si këngëtar, po edhe për grupin është shumë kollaj se normal një kontakt me publikun e kemi gjithmonë. Unë kështu po publikisht e them edhe vazhdojmë me këmbgulje që Elita 5 është Elita 5. Po t'ju them të drejtën, shumë pak raste ka edhe si, jo se unë jam në Elitën 5, po ne jemi më se 30 vite, do me thonë grup që ekzistojmë, po është një veçantë e grupit tonë se asnjë antar nuk është ndru gjatë këtyre 30 viteve. Me thonë jemi ato 5 që e kemi fillu, jemi edhe sot e kësaj dite, ashtu që edhe kemi edhe një antar të gjashtë, nga viti 2000, do me thonë pjesëtari i rregullt i grupit Elita 5 është edhe Valion Gashi nga Prishtina, do me thonë jemi Elita 5 plus 1, Valion Gashi edhe ja qëmë shumë mirë. Kur jemi të gjithë ky bagazh i juji, gjithë ky bagazh artistik, gjithë ato koncerte, gjithë ato mbrëmje, ende sot e kësaj dite jeni aktiv. A keni mendu na herë me thonë, pret, stop, po vjen fundi, duhet më ndalë, me pauzu, me pushu, gjitha, s'ndaleni. Jo të themi drejtën stop për t'i thonë për herë, nuk ka deri aty, po ka raste kur lodhja e bën veten edhe ke nevojë për pushim. Edhe thue se kam nevojë që të pushoj, normal që i redukton edhe ftesat edhe koncertet, ka nevojë sepse edhe vitet e bëjnë të veten, që them drejtën ka raste kur në shumën e rasteve më shumë të lodh rruga se sa koncerti vetë koncert. Më thonë ka edhe raste të tilla, po ajo kalohet shpejt, të merr malli për publikun, për koncertet, për mbrëmjet dhe ne vazhdojmë punën më të tillë. Nuk ka kudo në për qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, qoftë Maqedoni, Malzi edhe për gjithë diasporën, nuk ka, domethënë, i madhe i vogël më duket që nuk e din edhe nuk e njeh edhe bagazhin e Elitës 5. Po është një kënaqësi, ju them të drejtën, me këtë stil muzike që bëjmë ne, është shumica edhe cekin se është vështirë të ekzistohet, po ne jemi një shembull që ekzistohet edhe nga ky stil. Edhe më vjen mirë që nuk kemi deviju nga stili jonë, do me thonë ka pas raste, kohra që ka qenë një trend, po ne jemi mbajt besnik këtij stili që e bëjmë edhe është tregu shumë i sukses. Edhe do të vazhdojmë edhe më të qeta ta mbajmë këtë stil. Kënaqësia shumë e madhe është kur fëmijët të njohin, është e vërtet se e vërej kudo që shkojmë edhe rrugëve, fëmija që po se ka nis flasë, na njeh, e din këngën, titullin spakut një këngës edhe reagon, do me thonë, ajo është kënaqësia më e madhe. Gjeneratat, sidomos gjeneratat e reja, edhe gjeneratat ndoshta më herët që kanë qenë edhe ajo pjesa e jemi pjesa e adoleshencës, kanë vujt shumë me këngë t'juja? Ashtu thonë, çdo kush e ka gjetë veten në ndonjë nga këngët tona, sepse t'ju them të drejtën, tash jemi bën pak edhe kemi kujdes edhe tekstet, ku i marrim, si i marrim, çfarë teksti, çfarë është për momentin aktuale dhe besoj se edhe në atë drejtim jemi tregu të suksesshëm. Lunë rol të malë këtu edhe virusi, për shkak që sa hite ju ka bë edhe këngëtarëve tjerë, po mos të bën hite për vetën atëre. Është e vërtet që normal ai përkushtohet për punën, ai për çdo këngëtar e për mundin e vet edhe për kushtimin e vet, po normal që kur bën një album ose një këngë për Elitën 5 edhe për atë është diçka e veçantë, se është grupi i tij edhe
edhe publiku do ta vlerësoj nëpërmjet të grupit Elita 5, të folim të drejtën, vjen një këngëtar, ja imponon ndoshta një këngë që duhet ta bëj, por te Elita 5 çdo muzikant edhe çdo ndëgjues e vlerëson punën e tij, se ai e punon domethënë për vete. Edhe deri tash është treguar shumë i suksesshëm, edhe vetë puna e ka treguar se ne 10 vite s'kemi nxjerr album, po për ato 10 vite o kriju ky album që sot është në treg, edhe besoj se është një album kvalitetit shumë të lartë, edhe për mua personalisht e them se është albumi më i mirë që deri sot e kemi bërë. Po, kur jemi tek bashkëpunimet, unë e di që keni pas bashkëpunime dhe raporte shumë të mira keni me secilin prej këngëtarëve. Me të gjithë. Po normal se i njihemi me të gjithë, na ka lidhë edhe puna, se takohemi, shoqërohemi, po edhe shumën e rasteve takohemi edhe në studiot e Virusi, siç e dim, nuk mund që të përmendni një emër që mos ketë punu aty, jemi taku, jemi shoqëru, do me thonë, kemi raporte shumë të mira, xhelozi tek ne nuk ekziston, te asnjë këngëtar, çdo kush e ka stilin e vet, çdo kush bën punën e tij dhe më gëzon edhe suksesi çdo kolegu tim edhe më gëzon edhe mua. Në anën tjetër, sa ishim bashkë duke realizuar misionet unë në Matan Kufinit në për Maqedoni dhe ishim bashkë tek Tetova, ku isha jo vetëm me ty, por edhe me Elitën, ku Elita sot e kësaj dite dhe më thonë performon muzikën për mrekulli, live, po unë thash që kur do të vjen koha që faktikisht ta bëni një duet bashkë, Elita 5 bashkë me Elitën, Elit plus Elit, kështu me abo, po unë e shoh me Mimoza Shkodrën, po me Elitën ku është kënga? Po që them drejtën, mu më vjen mirë që Elita e ka gjetë rrugën vetë me forcat e veta, me kualitetin e vetë, edhe më vjen mirë që si prica ajo ka deportua me vokalin e saj, edhe do t'i vi radha, besoj, po së shpejti besoj se do t'i vi radha, e kemi në plan, do të realizohet edhe një këngë e tillë, ku unë me kënaqësi do të këndoj një këngë edhe me atë, se ja kam borx asaj, se e kam sport, gjithë punojmë dhe mundohemi për ato fëmijë, dhe unë besoj se do të kem kënaqësinë edhe pse ajo këndon bukur, jo se them se e kam vajzë, po nga kritikat e muzikës që e kanë dëgjuar kanë vlerësime shumë të mëdha. E kemi pas mundësinë, e kemi pa edhe live kur ka performuar pikërisht në Tetov, e ato do ta dëshmoj se mas përfundimit festave fundvitit me koncept të ri, kur kalojmë tek emisioni i Gavim Lapin, patjetër që do ta kemi Elitën në studio live këtu me orkestrën e vet. Patjetër ato kanë realizuar edhe 2 këngë të reja, tash do të jenë janë aktiv me grupin e saj XXL, edhe besoj se do ta gjejnë rrugën e vet në estradën shqiptare. Po kthehemi tek albumi. Albumin e ke edhe me vetin në studio. Se është nivelit edhe cilësisë lartë. Keni pas dyshim derisa është bo ka përfundu gjithçka, për shkak se ju zakonisht jeni edhe ata kritik vetë muzikës. Po dyshime çdo herë ka, do me thonë neve kur e realizojmë ose një këngë ose një album, një këngë që e realizojmë, e ndëgjojmë disa ditë, ka përmesime, normal. Kompozitori është Virusi, po çdo herë na konsulton, do me thonë jemi gjithë grupi që mlidhemi, i japim dritën e jeshiltë se është mirë aso është mirë, dhe besoj se në këtë album kemi bën një punë shumë të mirë dhe besoj se të gjithë që e kanë dëgjuar, jo vetëm shqiptarët, po edhe nacionalitetet e tjera e kanë vlerësuar shumë me nota shumë të larta, se është një kvalitet, është realizuar me një studio shumë të përsosur, me një kompozitor shumë të mirë, tekstet janë përzgjedhur nga kompozitorë të ndryshëm dhe produkti është ky. Besoj se kanë pas rastin adhuruesit të ndëgjojnë dhe e kanë pëlqyer. Këto momente duhet patjetër për shikuesit, se e di që shikuesit më thonë, oh lav, sjell na këngën edhe videoklipin, ta ndëgjojmë dhe ta shikojmë. Kështu që kisha dashur që kur ndonjëherë nuk e ke paramenduar që ta prezantosh vetë. Po mund të them, nuk jam bashkë edhe në për koncerte, kur duhet flasë edhe më thonë, fol diçka e kam pak vështirë, më kollaj vind të këndoj se sa të foli të prezentoj, po se di ja do të jemi suksesshëm. Patjetër, ja ku e kemi kamerën e Okrit. Shikues të nderuar të programit Një kafe me Labin, do të keni kënaqësinë që ta dëgjoni dhe ta shikoni videoklipin më të ri të grupit Elita 5, i cili titullohet Meteor. E ndjekim Meteorin. Si një meteor, do të digjet si një meteor, kur jam afër teje gjithçka mund të ndodh. E
kemi shikuar kështu dhe e kemi dëgjuar që vlen gjithmonë dëgjohet spari konga, pastaj edhe shikohet videoklipi. Kështu që urime. Faleminderit shumë. Ndryshim prej videoklipit kaluam. Po është e vërtet se është ndryshim. Videoklipi më fal ishte një videoklipi përkryer, edhe pas atij videoklipi mo edhe vjen s'din se edhe çka të bën. Çka të bëj. Edhe produksioni që e bën, i tham bone si dish vet, nuk ju përziem edhe aq shumë. Po besoj për mua personalisht kryesorja e rëndësi ka kënga. Jo aq videoklipi, nëse është këngë e bukur, besoj se do të jetë të adhuruesit të dëgjuar dhe e kënduar. Unë e kam postuar bashkë para se të hym në Instagram, edhe ka shumë komente ku bravo kënga, shumë e bukur, legjend je, në anën tjetër, vete Arifin ta ka falë, se më falë, ata ka falë, halo ajo. Hala jo. Hala jo, se ka falë, halo. Shumë interesant, bravo, ju përshëndes, Elita 5 gjithmonë na kënaq, përshëndetje nga Shkodra, jetojnë në Prishtinë, jeni më të mirët, po Elita 5 edhe për Elitën 5 jeni më të mirët. Kështu shumë komente në anën tjetër, kur jemi tek videoklipi edhe tek kënga, ju personalisht si u duk kështu kur e shiku tash në ekran? Shiko, çdo herë ka, do me thonë, ma mirë, njeriu çdo herë ka kritika, kërkon më të mirën, po unë personalisht, unë kam insistu që të bëhet ki klip kështu edhe të them drejtën me kanë kritiku të grupit, veçanërisht Virusi. Ka thonë tim edhe njerë mos u përzi, mos një rionësh, edhe ka mund edhe më mirë, po besoj se edhe pares, tash për mua është kënga, pikë parë. Është këngë e bukur, këngë që mbahet mend, besoj të pëlqejnë. Arifa, jeni ndalë ndë njërë si grup, edhe me thonë, mi numru këngët, mi numru koncertet, performancat që keni pas? Jo, të them drejtën. Koncertet nuk i kemi numru, janë koncertet të shumta, edhe pse ta shkohen e fundit kemi fillu edhe t'i reduktojmë pak, t'i them drejtën se kërkesat janë shumta, por nuk mundesh sot t'jesh në Shkodër, nesër t'jesh Prishtinë, pas nesër t'jesh dikun. Edhe ndoshta edhe shpesher e them, dikush thot, mos thuaj ashtu, po edhe jemi amortizu pak, edhe puna e amortizon njeriu, që nuk mund të arrijnë në të gjithë anët, por kryesorja kërkesat janë të mëdhaja. Kërkesat janë të mëdhaja, edhe mundohemi që t'jemi në të gjithë anët, aq sa mundim. Kur jemi bashkë të koncertet e këto, fillun vish përshëndetjet për gjitha përshëndetjet nga Zvicra, jeni shumë të mirë, në Zvicrë do t'jeni për festat, për festat e Krishtlindjeve. Po, do t'jeni atje. Përshëndetje, duhet ta di për në vitin 2015 verës, a do t'jenë prezent në koncerte në Itali, pysim përshëndetje nga Tetova, s'ka më të mirë, veç loqka janë Elita 5. Po, do jemi, ka kërkesa edhe nga Amerika, edhe nga Italia, Zvicra, Gjermania, Skandinavia, po do të shofim, ulemi grupi edhe diskutojmë, edhe bim një vendim se ku ja vlen, ku s'ja vlen me shku, ku mund të arrijet, ku jo. Besoj se do jemi në të gjithë anët, në 2015. Përshëndetje për të lapë dhe për Kingun e rokut shqiptar, Elitën 5, bashkëpunimi me Mioza Shkodrën ishe perfekt suksese. Faleminderit. Pse ka shmirë bre janë Elita 5, ju përshëndes. Ashtu thuan. Okej, po pysit tash duetet, a kishe bo me këtë repera, a kishe bo me këtë repera, a kishe bo me këtë repera? Une, ju them drejtën, e çmoj punën e tyre, i ndëgjoj edhe. Ka, veçanërisht Kosova ka reper të mrekullueshëm, i kom edhe shok edhe i ndëgjoj, po nuk e kemi menduar një gjatë ti, them drejtën. Edhe besoj se do ishte interesant. Po, pse jo në të armen, pse jo. Unë e di që ju nuk ndaleni, edhe vazhdoni tash me projekte të reja, me gjona të reja, festat e fund vitit i përmende që është Zvicra, pas ta i vinë edhe viti ri, kështu që besoj që keni me qenë edhe prezent për vitin ri tek shikuesit, e sidomos ata të radio televizion njës të ne. Po, jemi pa qenë.
Unë po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë që gjete kohën sot përej Tetovës që të vish në studion e emisionit Një Kafe me Labin, live këtu t'jemi bashkë me shikuesit. Faleminderit kënaqësi që jam në emisionin tonë të Labi edhe çdo herë kur të keni nevojë për mua ose për grupin Elita 5 jemi aty. Unë me kënaqësi kam dëshirë gjithmonë që t'ju kem kur ka gjana të bukura edhe të reja aq më tepër kur bëhet fjalë për një grup si jeni. Faleminderit shumë edhe Radio Televizionit 21 që çdo herë i ka dhënë për kraje grupit Elita 5 dhe faleminderit në emrin tim edhe të grupit. Që kjo për mua? Kjo është e për ju, do ta ndëgjoni, do ta shihni se është bërë një punë shumë e madhe. Veturën time do t'jetë edhe kështu që atë Besoj kohës. që ju pëlqej. Besoj që ju pëlqej. Mos më thuj besoj që i pëlqej. Mos më thuj. Tash Welcome to Albania, koka e para. e para po. Kështu që e fundit çmendëm. Domethënë me anis me Welcome to Albania dhe me fundit me çmend Edhe i krejt. kërë aty një tekstet janë të shkruara. Po. Ja, Kemi ku është edhe kjo, domethënë vlen për secilin ata të cilët e kanë edhe albumin, e kanë edhe tekstet, shumë e bukur koka kjo. Prej momenteve të bukura t'juja, koncerteve, interesant. Dizajnin e ka bo një gjallosh nga Tetova, është i njohur edhe jashtë kufive. Nga Dhënim Mehmeti, falenderoj, ka bo një punë shumë të madhe, edhe besoj ka dalë diçka e bukur. Shumë e bukur, sidomos kjo, po më ka E përshtypje. kemi bo pa, nga gazetat Nga kemi gazetat, përmbledh po. edhe që them drejtën kemi bo një përmbledhje edhe të gazetave, edhe të këngëve, teksteve. Ref, inshallah veç për të mira të kohë. Inshallah edhe për ju, inshallah për të mira, u pafshim për të mirë, inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Shikues të Radio Televizionit 21, unë besoj dhe uroj se diçka të bukur ju sjellëm, pikërisht nga Elita 5 bashkë në bisedë me Arifin. Besoj dhe uroj që pse jo, Elitën 5 pas sezonit, në sezonin e re, ta kemi live me orkestër prej studios të emisionit Një Kafe me Labin, t'i këndojnë ato këngë të cilat thuja që nuk ka qofti madh apo qofti vogël që nuk i din. Hitet e tyre të shumta të cilat janë.